Çfarë ndodh me trupin tuaj nëse flini më pak se 6 orë? E dini? Tani po ja u tregoj. Për të mirën tuaj, për shëndetin tuaj. Kam eksperjenca personale, njëkohësisht do t'ju tregoj dhe për një studim. Një studim 10 vjeçar. Rezultatet kanë dalë fantastike që duhet t'i njihni për veten tuaj. Kush është rastësisht t'i bëj like faqe si të shihemi sërish dhe dëgjojeni deri në fund me kujdes. Bile dëgjojeni shpeshherë që ta rikujtoni këtë video dhe ta kujtoni pastaj. Në vitin 2023 doli një studim që ishte bërë prej 10 vitesh. Prej 10 vitesh dhe me 8.958 njerëz. Sepse kishin marrë 10.000 njerëz në Angli kështu, pra morën 10.000 njerëz, të gjithë këta duke filluar nga mosha 50 vjeç e sipër, por ishin vullnetarë dhe shumë prej tyre u larguan gjatë kohës, por sidoqoftë është një numër i madh. Sepse disa prej tyre vdiqën, disa prej tyre për 10 vjet po flasë, 10 vjet studim. Dhe disa prej tyre u larguan dhe kështu që mbetën 8.958 njerëz. Dhe studimi u bë nga University College of London, me në krye një profesoresh të re, një tipe Michaela Bloomberg. Dhe profesoresha, një vajzë që u bë shumë e famshme pikërisht nga ky studim, kishte studiuar paraprakisht disa probleme të disa familjarëve të tyre. Dhe meqense ajo ishte futur tani në botën e mjekësisë, kërkonte studime më të thelluara. Dhe dini se çfarë ndodhi nga ky studim? Ndodhi që gjithë bota të ndryshoi mendimin për sa i përket gjumit, sepse një studim i tillë nuk ishte bërë kurrë deri para pak kohësh. Pra ishte studimi i parë, i kryer, i dokumentuar. Mirë, të gjithë ata që kishin marrë ishin pas moshës 50 vjeçare. Pse pas moshës 50 vjeçare? Sepse trupi i njeriut fillon dhe ndryshon, pra pas moshës 40 vjeç fillon dhe ndryshon. Ti deri në moshën 30-35 njeriu e përballon forcën, e përballon pagjumsinë, përballon çdo gjë. Por janë problemet që pastaj shfaqen, që quhen problemet domino ose problemet pasqyrë, të ndodhura më vonë. Dhe çfarë u ndodhte këtyre njerëzve, këtyre pacientëve, si mund të quhen kështu? Atëre, 10% të tyre kishin probleme të rënda gjatë ditës sepse nuk përballonin ditën. Ndërsa 30% e përsëris, 30% të gjithë njerëzve që i bie 8.324, i bie rreth 2.400, rreth 2.500 me që se ishin më shumë, ishin rreth 9.000, 2.500 kishin probleme të kognitive, si mund të quhen, nuk më vjen në shqip tani, probleme që nuk e lidhnin dot të trurin ashtu siç ata njerëzit e tjerë. Pra njerëzit që flinin 8 orë gjumë. Këta që flinin 6 orë më pak, pra të këtyre 8.000 njerëzve që flinin më pak, 2.500 prej tyre nuk mundeshin që të kishin një logjik, më erdhi fjala, një logjik të mirë, ashtu siç edhe logjika e atyre njerëzve që flën 8 orë. Pra njerëzit, sepse të gjithë këta që ju thash më përpara, të 8.958 njerëz vullnetar, të gjithë këta flinin nën 6 orë. Tani, pse u morën këta si vullnetar? Sepse secili prej tyre kishte kush punonte, për shembull me turne, dhe ishte pamundur që të flinte aq orë, pra 8 orë, dhe flinte më pak se 6 orë. Dikush tjetër kishte probleme, sepse nuk mund të flinte për shumë arsye. Për shembull, sepse fqinjët bënin zhurmë, sepse kishin fëmijë, apo sepse ngriheshin natën, për çdo lloj arsye. Dhe të gjithë këta flinin, pothuaj që të gjithë, flinin më pak se 6 orë. Dhe diferenca e njerëzve, pra të këtyre vullnetarëve, të 2.500 vullnetarëve që kishin këtë problem, dhe njerëzve normal, pra njerëzve si ne që flem 8 orë, ishte që këta 2.500 njerëz, këta u reduktohej, ose ishte reduktuar logjika në krahasim me ata të tjerët. E dini se çfarë do të thotë kjo?
bëhen më shumë budallënj. Në sintezë është kjo, sepse nuk i kapin dot ushtrimet matematikore, ushtrimet e ditës, përgjigjet, bisedat, nuk i kapin ashtu siç njerëzit e tjerë. Pra 30% më pak se të tjerët. Dhe kjo është pjesa më e rëndësishme e të gjithë studimit. Përveç pastaj që ka edhe qindra gjëra të tjera. Për shembull, ata që nuk flen gjumë mirë, pra 7 apo 8 orë dhe flen më pak, flen 6 orë dhe më pak, shtohen në peshë. Po, është çudi, në vend që të dobësohen, kryesisht nga studimi u vure që shtojnë në peshë. Bile humbasin edhe forcën e energjisë, forcën e trupit, e humbasin. Pra nuk e kanë gjithmonë në ulje, rreth 20-23%, në ulje më pak se ata që flen gjumë tetor. Për shembull, do të them një diçka. I keni vënë re që kur sportistët shkojnë diku, u thonë trajnerët, vend dhe i kontrollojnë dhe mos o zot qofse ata nuk flen tetor, sepse ndryshe i ndëshkojnë. E dini këtë? Kur vjen për hotele, ka orare dhe ka një që i thonë, ata i quajnë disa skuadra i quajnë qeni, erdhi qeni, thonë, sepse është njëri ai që merret me mjeku i tyre, ai shkon dhe i kontrollon, sepse i thot trajneri, shko dhe kontrolloj, me orare dhe i futet dhomë për dhomë, që në atë moment i fus në dhomë dhe të rrinë aty, që të flen gjumë. Çdo lloj futbollist, atlet, çdo lloj atleti. Merre me mend ata që bëjnë vrape, olimpiada, të detyruar që duhet flen tetor. Pra i gjumi është tepër i rëndësishëm. E di që ndokush për shembull nuk e ka të nevojshme sepse varet nga cikli biologjik i secilit. Pra ka njerëz për shembull që flen 5 orë, 6 orë dhe nuk i gjen gjë. Por janë të rrallë. Jo tek të gjithë ndodh kjo. Për shembull, unë do t'ju tregoj një sekret. Duhet që ta provoni veten, nëse është kështu ose jo. Pra nëse ju e përballoni ose jo. Unë e kam provuar. Unë kam punuar 2 vjet këtu në Itali, dhe kam thënë gjithë ato herë, punoja në një furrë buke. Edhe pse u futa në televizion, punoja në Rai, spektaklin e parë që fillova tek Beato Traledone, edhe pse punoja në Rai, unë vazhdoja që të punoja në furrë. E mbaj mend, dhe ka qenë momenti më i stresuar i jetës time. Pse? Sepse unë nuk e përbaloja dot. Absolutisht nuk e përbaloja dot. I thosha të gjithë atyre që njihja, më jepni çfarë pune të doni, vetëm të mos ngrihem në orën 3 të natës. Mos o zot, ngrihesha në orën 3 të natës dhe nuk e keni idenë se sa e lodhshme ishte për mua. Sinqerisht ishte tmerr për mua. Bile ndonjëherë kisha mbaj mend njëherë, ishte një periudhë për shembull aty nga fundi sepse unë jetoja në Perugia. Dhe kur vajta bëra spektaklin, atë audicionin në Rom, më ndodhi një kur vajta, them, unë jam në Rom, po kur vajta se atëre më duket sikur jam akoma atje. Kur erdha në Rom që bëra audicionin, më thanë që duhet të bëja një audicion tjetër të fundit, ta bëja në Bandiera Gialla, që është në Rimini. Dhe unë shkova nga Perugia në Rimini. Dhe pastaj regjistrimet bëheshin në Rimini, unë nuk e dija që bëheshin në Rimini, po aty bë regjistrimet e Beato Traledone. Dhe shkoja nga Perugia në Rimini. Sa herë që mbaroja punën, unë punoja nga ora 3 deri në orën 7 të mëngjesit, ndihmoja për të bërë bukën. Pastaj nga ora 7:30, sa laja duart, haja ndonjë gjë, 7:30 deri në orën 1:30, shkoja dhe çoja bukën me furgon tek njerëzit, ata furgonët e vegjël. Dhe ishte një periudhë që nga fundi i kontratës, sepse unë bëra një kontratë me Rain për gjithë sezonin e verës, nga momenti që mora pjesë, dhe në momentet e fundit të kontratës unë nuk arrija dot që të veja, sepse mbaj mend që më zinte gjumi rrugës, ose kur shkoja çoja bukën, njerë psova edhe blackout. Duke ecur, isha në një cep aty, nuk di çfarë ndodhi, se mbaj mend as në atë moment nuk e mbaja mend, por mu duk sikur hapa rrugën, se më erdhi kështu, edhe më zuri aty për 20 minuta, nuk u ngrita më. Dhe isha vetëm, pra mrat fikt me pak fjalë. Dhe se pikërisht pra sepse nuk e përbaloja dot, nuk mundesha.
Pra varet nga njeriu. Unë mbaj mend që shkoja të flija në orën, mundohesha që të shkoja në orën 10:30 në darkë, po nuk më zinte gjumi, sepse bëhe zhurëm, pastaj me familjen, dhe më zinte gjumi aty nga ora 11:30, 12, si mund ta përballosh ti me 3 orë gjumë ditën? Se nuk është një ditë. Për shembull, unë shkoja dhe bëja edhe prova, se ku nuk bëja prova në raj, për shembull, flija mirë, por bëja prova 2 ditë dhe ditën e tretë bëheshin xhirimet. Kështu që merreni në mend tani çdo javë shkoja me makinë në Rimini, kthehesha në Perugia, punoja, ngrihesha natën, pastaj edhe një herë çoja shkoja bukën, ishte e tmerrshme. Pra varet nga njeriu dhe varet nga situata, sepse ishte edhe stres ajo punë që bëja unë. Se nuk po flasi vetëm për punën e bukës, po ishte spektaklet që bëja. Ishte stres sepse duhet t'jepja maksimumin. Merrem me mend tani që ti shkon fle gjumë në orën 11, hajde 11 themi, të natës. Ngrihesh në orën 3 të mëngjesit. Pastaj punon gjithë ditën, kthehesh në orën 1:30, lahesh, pastrohesh, merr makinën, ik vrap që të arrish atje të bësh provat përpara se të perëndoj dielli, se më jepnin kohë që ti isha i fundit në prova. Edhe pse atje kishte një seri provash, ashtu si ishte edhe programi, mua më dhanë mundësinë, se u thoshe që nuk dua ta lë, dhe ata më admironin për këtë, nuk e lë dot i thash punën. Se kjo spektakël tash ja është tani tash, po pastaj unë e kam punën tash. Punëja furraxhi. Edhe më admironin, mbaj mend edhe Paolo Bonolis më thoshte gjithmonë, ku është Nadiri, ku është, hajde do ndonjë gjë do pim ndonjë gjë. Rinim aty bashkë. Por po thoshja që kur shkoja, bëja provat në Bandiera Gjalla dhe kthehesha në orën 10 të darkës, sepse nga momenti që mbaronin provat, mbaronin rreth orës 8, parafërsisht 7:30, merrja makinën 2 orë e gjysmë dhe kthehesha prapë në Perugia. Dhe kur kthehesha në Perugia, sa po haja, rregulloja, aq ishte. Flija prapë gjumë dhe ngrihesha në mëngjes, ja prapë gjumë në orën 11, 12 e ngrihesha në orën 3 të mëngjesit. Mirë, po një ritëm i tillë ishte i pamundur. Dhe e mbaj mend që unë në atë kohë isha tepër i stresuar dhe nuk arrija dot. Dhe pikërisht për këtë pra nuk më kishte rënë asnjëherë të fikët, më ra 2 herë. Dhe po e them këtë sepse varet nga trupi i njeriu, varet dhe nga situata dhe nga se si sillet trupi në atë kohë që ti je në atë periudhë. Kështu që përveç të tjerave, përveç problemeve që ti ke gjatë ditës, ke probleme me kohën, sepse gjatë ti mund ta përballosh për shembull një vit, 2 apo 3. Por kur kalon moshën, pra siç ju thash edhe doktoresha, që kalon moshën 50 vjeçare, aty fillojnë problemet. Pikërisht nga aty pse thuhet që inshallah han pensionin. Pse? Sepse ti punon për të arritur tek pensioni, por ti nëse nuk e përballon trupin, është njësoj si një sportist. Nëse ti nuk e përballon fizikën, ose të përgatitesh, të kalitesh që t'jesh një atlet i mirë, është e kotë, nuk mund t'jesh atlet i mirë nëse nuk përgatitesh. E njëjta gjë, duhet të përgatisësh trupin që ti të arrish në një moshë të madhe dhe të hash pensionin. Unë ja u thash, tani pres komentet tuaja, edhe më thoni sa orë fleni ju, dhe në qoftë se u krijon problem. Shiko, ka disa që mungesa i gjumit u krijon probleme edhe në ekuilibrin e trurit, u krijon probleme jo vetëm në stabilitetin e trurit, por edhe në komunikimin me njerëzit, sepse logjika, siç ju thash më përpara, nuk funksionon mirë. Dhe ju nuk do ta kuptoni kurrë. Ku ta dini ju që logjika juaj nuk kupton, por e kuptoni vetëm kur fillojnë dhe largohen shokët dhe shoqet ose familjarët, sepse shikojnë që ti je stresuar edhe ti e quan stres, sepse nuk po fle gjumë, por është problem, sepse pastaj quhet patologji dhe ju krijon probleme edhe për të mirën tuaj. Ky është thelbi i ekzistencës. Kështu që do të dëshiroja një komentin tuaj dhe ta shpërndani këtë video. Jo ta shkarkoni, ta shpërndani, ta bëni share. Okej? Ju falenderoj që jemi gjithmonë bashkë këtu në këto diskutime dhe pres komentet tuaja. Natën.